E bukur kjo. A keni votuar sot? Jo, s'kam votuar. Po pse akoma? Po që duhet votoj? Pse do votoj? Kam 30 vjetë që votoj, edhe asë një përfitim s'kam. Fitimi është kyja, që ne të votojmë për pushtetin popullor, të na shërbej pushteti me gjitha të. Unë punova 36 vjetë në Konën e Verit, edhe marrë 180.000 lekë të vjetra. Dhe a mund të jetoj me 180.000 lekë që paguaj drita, paguaj ujë, paguaj ilaçe, shkallë, accesor, e të gjitha këto, dhe mbete mund ashtu duhet që të më dërgojnë fëmijët para. Pse do më dërgojnë fëmija? Çfarë detyrimi kanë ata kur unë kam punuar 36 vjetë dhe nuk ushqej veten time? Sot votohet për pushtetin vendor. Si e shikoni Vlorën? Shiko, pushteti vendor duhet dhe duhet votuar për të, sepse ai është, ashtu është. Po, nashti unë ta jap votën dhe ti nuk më shërben. Unë nuk kam lënur asnjë herë pa votuar. Por këtë herë keni vendosur që s'do votoni? Po, njësoj është. Dhe të votoj. Mirë pafshi. Faleminderit. Dhe ju faleminderit juaj. A keni votuar sot? Po nuk e kam këtu gjatje, kam në Selenic. Selenic, nuk keni zgjedhur sot? Jo. Mirë, shumë. Po këtu e kam patur, po ma kanë shpullat. Okej, përshëndes. Faleminderit. A keni votuar sot? Jo, Po pse? për këtë do votoj. Për këtë do votoj, dhe mos votoj ata votat i vjedhin, i marrin për vetë ndërti. Kështu që më mirë, Pa mendoni që është zgjidhje që të mos shkosh të votosh? zgjidhje nuk është. Po, nuk kam... Si e shihni Vlorën? Se janë zgjedhje për pushtetin vendor këto? Vlorën, Ka probleme Vlora? plot. Plot. Ka sa të duash. Po më përpara keni votuar nëna? Kam votuar. Po pse jeni tërhequr tani? Po tashi, akoma se shpejtësh, derisa të vi darka, kam kohë edhe mund të vete. Akoma po mendoni? Po, Okej. Çfarë prisni në vazhdim për Vlorën? Çfarë i duhet Vlorës se s'bën që të rregullohet, të jetë më mirë? për Vlorën unë jam pensioniste, për mua pensioni të ngrihet të i pensionistëve, jo qesharake. E keni ushtruar të drejtën qytetare. Si duket pjesëmarrja? Pjesëmarrja, ja që e shprej, sikur s'ka interes. Pse mendoni që njerëzit nuk kanë ardhur sot? Çfarë i duhet Vlorës se s'bën që pushteti vendor ta marrë parasysh? Duhet një dorë fortë vëlla, që të punojnë për Vlorën, jo ta punojnë për vete. Kushdo është, punojnë për vete. Po të punojnë për Vlorën, është mirë. Si duket infrastruktura në përgjithësi në Vlorë, shërbimet që i ka për detyrë ti plotësoj bashkia? Po, me thënë të drejtën, jo mirë, ka shumë ankësire, gjithashtu, ka shumë ankësire. Faleminderit. Duhet punojnë fort, për vete, se po punuan do fitojnë, po s'punuan, hap kraun. Praktiku e meriton. Si e shihni Vlorën? Çfarë ka nevojë Vlora emergjente që duhet rregulluar? Tani Vlora nuk është se është në atë gjendje kështu, po gjendje të mirë, po akoma edhe pak më mirë. Kandidati që do vi, do ta vi dhe më mirë. Faleminderit. Mirë pash. E keni shkuar votën? Jo, s'kam votuar. Po pse? Ja do vete të votoj. Çfarë ka nevojë Vlora emergjente që duhet pushteti vendor ta rregullojë? Ju jeni banor këtu. Shumë gjëra kanë dorë, sa do rregullojnë. Ato është në varësinë e atyre. Ka probleme qyteti? Si s'ka?
Çfarë problemesh ka qyteti i Vlorës? Po plot, ja, që na pastrimi. Që na pastrimi. Mendoni që me këto zgjedhje mund të ketë një ndryshim vazhdim? Po për më mirë për asim. Mendoj se po. Keni votuar gjithmonë? Po, kam votuar. A keni një mesazh për gjithë ata që sot janë skeptik dhe duhet shkojnë të votojnë në përqendrat e votimit? Po, ju them të shkojnë të votojnë. Për të mirën e tyre. Urdhë, jo s'kam voton, tash do vetë të Do votoni. Si e shihni Vlorën? Çfarë ka Vlora emergjente që pushteti vendor ta rregullojë? Ka shumë gjëra për të bërë. Lagjet, sistemi, problemet e ujit. Ka probleme, po. Si e shihni? A keni një mesazh për ata që janë skeptik për të votuar sot? Nuk e di se cili ka mendimin e tij dhe kështu që ashtu mirë, pafshim. Faleminderit.